Qeveria kërkon një zgjidhje për aeroportin e Vlorës. Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi bëri me dije se I është vendosur një afat 30 ditor ortakëve që po punojnë për ndërtimin e aeroportit për të zgjidhur mosmarrëveshjet mes tyre. Unë I kam dërguar një shkresë së fundmi, ku I kam kërkuar në mënyrë absolute që mosmarrëveshjet tregtare civile që ato kanë me njëri tjetrin nuk duhet të jenë shkak për bllokimin apo mos operimin e aeroportit Vlorës, duke I vendosur po ashtu një afat 30 ditor që të zgjidhin këtë mosmarrëveshje civile që kanë me njëri tjetrin. Ministri theksoi se për çdo ditë vonese do të ketë penalitet. Përfundimi I tij patjetër do bëhet në mënyrën sa më të shpejtë të mundshme, sipas afateve që vetë kompanitë kanë kërkuar për t'i vënë. Ndërkohë, po ashtu element I rëndësishëm që dua ta theksoj, faktin që për çdo ditë vonese dhe për çdo muaj vonesë ka penalitete. Ndërkaq, pas mbledhjes së qeverisë, Ministri I Financave Petrit Malaj bëri me dije se është krijuar Banka Shqiptare e Zhvillimit. Koncepti I bankës është që të financojë ato sektorë të cilët janë të nënfinancuar, të financojë ato ndërmarrje të cilat nuk kanë akses në financë, si dhe të financojë dhe projekte strategjike të qeverisë shqiptare. Ai shtoi se ndër sektorët prioritar të identifikuar janë bujqësia, agropërpunimi, projektet infrastrukturore strategjike, si dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.